i cili më në fund u dorëzua. U dorëzua mali dhe tuneli do dorëzohet nesër për të gjithë popullin e Dibrës, që mezi e ka pritur nuk e di sa vite, po shumë kanë ikur nga kjo botë pa e parë, po duke e pritur, dhe që mendoj se e plasi syrin e keq. Syri i keq më në fund plasi, se te ai tunel na umbloth gjithë energjia negative edhe geologjia e atij tuneli ishte një të merr. Kështu që nesër tuneli Murizit hapet në 14 mars përkondë me ditën e verës. Kështu që nesër ditë vere nga Elbasani në Dibër e në të gjithë Shqipërinë, patjetër natyrisht pa harruar Tiranën. Tani një pjesë tjetër e kishin me rregullat e qarkullimit, do me thënë, nuk e dim ku është ky tunel. Po një gjë bie në sy që makina juaj po bën një shkelje të rëndë të qarkullimit rrugor. Nuk duhet shtet i të fortëve si në Rusi, por i ligjeve si në Europë, se nga aty fillon ndërgjegjësimi, rruga e mbarë dhe qëndrim këndshëm në dërmi, jo mor vlla, është tuneli i Murrizit, është në Dibër, është lart, rruga e Arbrit. Rruga e Arbrit, tuneli i Murrizit, dhe jam i bindur që nëse s'ke shkuar dhe provon të shkosh, do zbulosh një copë Shqipërie të mrekullueshme.